Filluar vënë shtu, sepse kam rritur Tea Dupi e kështu më rrinë gjithmona, jo? Tea më rekullush me Dupi, kështu plas Sheri në studio. Si është tema tani lidhe i qënin të mojqëne? Po, jo, pikrish kështu. Albana në gjipi mike dashur e studios Bardazi. Dorme se të gjithi njohin e kush nuk i nje misht e Bardazis. Po, prit, Dorian Meta që ka ardhur këtë sezon, sa për të gjitha sezonet e tjera të mbledhura bashkë. Gjitha virosat. Deri kthehet Magdalena Alla që ka bërë një mungesë të shkurtër, por të justifikuar, tani duhet pak më shpesh në emision, me shpresë të Zotit. Do diskutojmë një temë shumë të gjyqëqënit. I bën gjyqëqënit. Po qenit, jo po është na Vlora. I qenit është për ju të Akademisë së Shkencave, vlla. Për ne të Vlorës është tani futemi direkte në thela, vrasja e qenit. Ishte sipas të gjitha normativave, a u mor vendimi i duhur? Gjyqi Sokratit. Po. Në vendimi duhur. Tash i duhet patur dhe kujdes se si flasim se do na kryqëzojmë, po megjithatë po tentojmë të themi mendimin tonë. Po tani ky popull me këto gjëra është marrë me llafe, po zite si ka thënë asnjëherë. Ideja është qeni ka një përgjegjës. Po. Dhe përgjegjësi i qenit. Ishte një plak atje që. Po ka lidhje. Ato i Zoti, po. Të vrisnin plakun. Po. Jo, të vrisnin plakun jo, po duhet kuptuar pse ky qen rri me plakun. Domethënë plaku mund të merret edhe një chihuahua, është ideja. Mbaj chihuahuan dhe je më i qetë se sa pitbull. Dorian, pse mbajnë këto qenë të rrezikshëm njerë? Unë që këtu do ta nis këtë gjë. Nuk është qeni i rrezikshëm. Jo, pitbulli? Një sekond. Pitbulli nuk është i rrezikshëm? Do qenë mënyra se si rritet. Personi që e rrit, përgjegjshmëria që ka, varet dhe qeni. Më falë, pitbulli takon kafka me trurin edhe... Jo, s'jemi pra. Kështu që automatikisht nuk duhet... Ka qeni reagon si kafsh. Fajnë e ka i që e mban dhe po flasim për një qenë që ka zot. Është tjetër diskutim për qenë dhe rrugës, që pra përgjegjës është bashkia, se nuk lijen. Po të gjithë qenë kanë zot, po dalin pa maska. Po, këto janë disa... Edhe në përlaqë dalin pa maska. E zotit që e mban qeni. Tani, një qenë ka fshoj fëmijën,